Një ngjarje e rëndë kriminale e fshehur për më shumë se një muaj është zbardhur nga policia e Lezhës në fshatin Fush Mamurras të Kurbinit. Në kuadër të operacionit të koduar Enigma, uniformat blu kanë ndaluar 57 vjeçaren Violeta Shpani, e dyshuar për vrasjen e nënës së saj, 85 vjeçares Davë Shpani. Sipas hetimeve, e moshuara kishte ndërruar jetë më 30 prill të këtij viti dhe rasti ishte paraqitur si vdekje natyrale, pa u raportuar në policinë e shtetit, por informacionet e siguruara në rrugë operative ngritën dyshime për një ngjarje kriminale, duke bërë që të ngrihej një grup i posaçëm hetimor në bashkëpunim me prokurorinë. Nga veprimet hetimore ka rezultuar se 85 vjeçaria ka humbur jetën si pasojë e goditjeve me mjet prerës, ndërsa autori i dyshuar është vajza e saj me të cilën jetonte në të njëjtën banesë. Sipas policisë, 57 vjeçaria vuante edhe nga probleme të shëndetit mendor. Gjatë hetimeve është sekuestruar thika e dyshuar e përdorur në krim, si dhe prova të tjera materiale që lidhen me ngjarjen. Ndërkohë, procedim penal në gjendje të lirë është nisur edhe ndaj mjekes Anila Leshi, e cila dyshohet se ka plotësuar aktin e vdekjes duke cilësuar atë si natyrale dhe pa e referuar rastin pranë organeve ligjzbatuese. Policia dhe prokuroria vijojnë hetimet për zbardhjen e plot të rrethanave të kësaj ngjarje të rëndë familjare.